Horoskopi ditor, e enjte, 15 maj 2025. Horoskopi ditor i dashit, 15 maj 2025. Dashi, ndes shpirtin tuaj aventuresk. Me Marsin që ndikon në hartën tuaj, është koha të përqafoheni me zell sfida të reja. Energjia juaj e sigur tërheq mundësi. Shfrytëzojeni këtë për të eksploruar shtigje të reja karriere, ose për të filluar një projekt për të cilin jeni të apasionuar. Lidhjet shoqërore mund të jenë të dobishme, kështu që pjesëmarrja në evente rrjedhëzimi mund të japë rezultate pozitive. Në marrëdhënie, ndershmëria dhe komunikimi drejt për drejt janë aleatët tuaj. Shprehni ndjenjat tuaja lirisht për të nxitur lidhje më të thella. Mirëqenia emocionale kërkon vëmendje. Merrni në konsiderat angazhimin në aktivitete që ju relaksojnë mendjen. Nga ana shëndetësore, mbajtja e një rutine aktive do t'ju mbajë energjik. Financiarisht, është e mençur të shmangni vendimet e nxituara. Të përqendroheni në ndërtimin e një themeli të qëndrueshëm. Shtrirja kozmike sot me mbështet kreativitetin. Prandaj kanalizoni energjinë në ndjekje artistike. Mbani një qasje fleksibile, duke u përshtatur me ndryshimet e papritura me hir. Deri në fund të ditës, reflektimi do të çojë në njohuri që përmirësojnë rrugën tuaj përpara. Horoskopi ditor i Demit, 15 maj 2025. Demi, kozmosi përshpërit transformim sot. Me Venusin në një pozicion të favorshëm, përqafoni ndryshimet që ju shtyn nga zona juaj e rehatis, veçanërisht në punë. Ekziston potencial për ngritje në detyrë ose role udhëheqëse. Kapini ato me besim. Mpretësia juaj financiare shkëlqen, por qëndroni të kujdesshëm me investimet, durimi premton shpërblime afatgjata. Në aspektin shoqëror, urat e ndërtuara tani do të forcojnë përpjekjet e ardhshme. Prandaj angazhohuni me ata që ndajnë vizionin tuaj. Marrëdhëniet lulëzojnë me besim. Ushqeni partneritetet duke dëgjuar me vëmendje nevojat e të dashurve. Konsideroni shëndetin si përparësi. Pushimi aktiv dhe dietat e ekuilibruara forcojnë si trupin ashtu edhe shpirtin. Introspeksioni mund të zbulojë fusha për përmirësim personal, duke e bërë të sotmen ideale për rikalibrimin e qëllimeve tuaja të jetës. Kënaqësia me hobi artistike i jep gëzim ditës suaj, duke ofruar paqe dhe mbështetje. Energjitë qiellore ju ftojnë të përqafoni udhëtimin, duke ditur se hapat e vegjël çojnë në destinacione të rëndësishme. Vlerësoni momentin, Demi. Horoskopi ditor i binjakëve, 15 maj 2025. Binjakët, intelekti dhe sharmi juaj janë në qendër të vëmendjes. Merkuri, planeti juaj sundues, drejton energjitë drejt komunikimit dhe inovacionit. Bashkëpunimet profesionale lulëzojnë duke çuar në ide dhe projekte inovative. Angazhohuni në diskutime që sfidojnë kreativitetin tuaj. Kontributi juaj është i paçmuar. Çështjet monetare nxjerrin në pa nevojën për buxhetim. Filloni duke vendosur qëllime financiare pragmatike. Në dashuri, qartësia dhe hapja krijojnë lidhje harmonike. Shprehni vlerësim për ata që janë afër. Ndërsa yjet inkurajojnë vetanalizën, praktikat e vetëdijes mund të zbulojnë talente ose interesa të fshehura. Shëndeti ka përparësi. Përfshini aktivitetin fizik në rutinën tuaj për të fuqizuar trupin dhe mendjen. Në aspektin shoqëror, lidheni me njerëz që frymëzojnë dhe zgjerojnë horizontet tuaja. Por shmangni për hapjen e tepër të vetes. Përqafoni të mësuarit duke përfituar nga mundësitë arsimore për të ushqyer kuriozitetin tuaj. Ndryshimi është në ajër, prandaj përshtatuni me entuziazëm dhe shmangni rezistencën. Sot, duke ndërthurur inteligjencën dhe empatin, do të krijoni një ditë të përmbushur. Horoskopi ditor i Gaforres, 15 maj 2025. Gaforja bën thirrje për ngritje emocionale. Ndikimet hënore përshkojnë baticat emocionale. Ndiheni më të mprehtë dhe intuitiv. Shfrytëzojeni këtë ndjeshmëri në sferat personale. Pasi të dashurit mund të kërkojnë ngushëllim ose këshilla. Jeta profesionale mund të paraqesë sfida të vjetra që kërkojnë zgjidhje krijuese. Besoni në instinktet tuaja për zgjidhje. Financat përfitojnë nga planifikimi i kujdesshëm. Shmangni blerjet impulsive dhe kurseni burimet. Angazhohuni në dialog konstruktiv me partnerët për të forcuar lidhjet emocionale. Nga ana shëndetësore, ritualet e kujdesit për veten nxisin mirëqenien, merrni në konsiderat praktika qetësuese si meditimi ose yoga. Kërkoni qetësi në natyrë ose përmes ndjekjeve krijuese si shkrimi ose piktura. Në aspektin shoqëror, kontaktoni, bëjini të dashurit të vetëdijshëm për ndjenjat tuaja, duke krijuar lidhje më të thella.
Dita e sotme ofron njohuri për rritjen shpirtërore. Përqafoni introspeksionin për të ushqyer evolucionin e shpirtit. Kanalizoni energjit në kultivimin e paqes së brendshme dhe sukseset e jashtme do të shumëfishohen. Përfundoni ditën me mirënjohje, duke festuar nuancat e progresit dhe zbulimet personale. Horoskopi ditor i Luanit, 15 maj 2025. Luani, kozmosi sinjalizon ndërveprime të gjalla për ditën e re. Dielli nxit karizmën dhe leadershipin, duke e bërë atë një moment të përshtatshëm për të shfaqur talentet dhe aspiratat. Ndërmarrjet profesionale marrin një shtys, veçanërisht puna në grup. Udhëheqni me besim duke frymëzuar ata përreth. Financiarisht, investimet e bëra me kërkime të hollësishme mund të sjellin dividend, festoni zgjedhjet e mençura. Por shmangni pa kujdesin. Përpjekjet romantike lulëzojnë duke ftuar biseda të thella me një partner. Gjestet e sinqerta forcojnë lidhjet. Shëndeti lulëzon nga vitaliteti. Angazhohuni në aktivitete dinamike si vallëzimi ose sportet për të kanalizuar energjinë tuaj. Rrethet shoqërore zgjerohen, duke ofruar miqësi të reja që përfitojnë vizionin dhe rritjen tuaj. Kreativiteti lulëzon në shtrirjen e sotme. Kapni mundësitë në shprehjet artistike dhe projektet e reja. Fleksibiliteti është çelësi. Përshtatja me ndryshimet me hir siguron përparim në peizazhet personale dhe profesionale. Pranoni intuitën, duke u besuar ndjenjave të brendshme për të udhëhequr vendimet. Përfundoni ditën duke përqafuar si triumfet ashtu edhe mësimet e nxjerra, duke ecur përpara me një entuziazëm të ri për të rirë. Horoskopi ditor i Virgjëreshës, 15 maj 2025. Virgjëresha, modelet kozmike përqendrohuni në vetanalizë dhe rritje. Merkuri nxit të menduarit analitik. Përballoni detyra komplekse me saktësi. Në punë, aftësitë tuaja për zgjidhjen e problemeve bëjnë përshtypje. Ofroni zgjidhje inovative që rrisin efikasitetin. Maturia financiare është thelbësore. Rishikoni buxhetet, përsosni planet për stabilitet në të ardhmen. Marrëdhëniet përfitojnë nga artikulimi dhe durimi, duke nxitur një kuptim më të thellë me të dashurit. Shëndeti tërheq vëmendjen. Përfshini zakone të qëndrueshme si dietat e ekuilibruara dhe pushim të mjaftueshëm për vitalitet. Angazhohuni në kujdesin për veten, siç është mbajtja e një ditari, për të harmonizuar mendimet dhe emocionet tuaja. Në aspektin shoqëror, ndërveprimet me individ që stimulojnë intelektualisht ofrojnë rritje. Përqendrohuni në interesat personale. Zbulimi i diçka e të re mund të çojë në hobi ose shtigje karriere të dobishme. Përqafoni përshtatshmërinë ndërsa mund të shfaqen ndryshime të papritura, duke ju afruar atyre me hir. Sot ka të bëjë me vendosjen në themel dhe harmonizimin me vlerat tuaja thelbësore. Praktikat reflektuese do t'u sjellin qartësi qëllimeve. Përfundoni ditën duke pranuar progresin, duke festuar fitoret e vogla drejt aspiratave tuaja më të mëdha. Horoskopi ditor i Peshores, 15 maj 2025. Peshorja ka të bëjë me ekuilibrin dhe harmoninë. Venusi rrit aftësinë tuaj për të nxitur mjedise të këndshme, thelbësore si në sferat personale ashtu edhe në ato profesionale. Marrëdhëniet romantike ose platonike lulëzojnë në udhëheqjen tuaj me takt. Investoni kohë në kultivimin e lidhjeve kuptimplote. Sa i përket karrierës, bashkëpunimi është çelësi. Shfrytëzoni aftësitë tuaja diplomatike për të ndërmjetësuar konfliktet dhe për të frymëzuar punën në grup. Financiarisht, përqendrohuni në ekuilibër, menaxhoni shpenzimet me kujdes ndërsa kurseni për sipërmarrjet e ardhshme. Mirëqenia emocionale kërkon ekuilibër. Përfshini praktikat e lehtësimit të stresit në rutinën tuaj si meditimi ose ushtrimet e buta. Ndërveprimet shoqërore rezultojnë të dobishme. Njohjet e reja ofrojnë mundësi të papritura. Shfrytëzoni kreativitetin sot, qoftë përmes artit, muzikës apo duke ftuar bukurinë në mjedisin tuaj të përditshëm. Përshtatshmëria ndihmon në lundrimin e rrethanave të paparashikuara me lehtësi, duke siguruar përparim në rrugën tuaj. Reflektoni mbi qëllimet personale dhe kolektive, duke u siguruar që ato të përputhen për përfitim të ndërsjellë. Ndërsa dita përfundon, gjeni mirënjohje në përvojat e përbashkëta, duke ushqyer energji pozitive për të nesërmen. Horoskopi ditor për Akrepin, 15 maj 2025. Akrepi bën thirrje për eksplorim transformues. Me ndikimin e Marsit dhe Plutonit, jeni të gatshëm për njohuri dhe rritje të thella. Profesionalisht, përqafoni ndryshimet pa frikë. Rolet udhëheqëse ftojnë mendjen dhe këmbënguljen tuaj strategjike.
Financiarisht shqyrtoni investimet, por qëndroni të hapur ndaj rreziqeve të llogaritura me kujdesin e duhur. Këto mund të jenë të dobishme. Zhytuni në dinamikën e marrëdhënieve, ku autenticiteti nxit intimitetin emocional. Shprehni ndjenjat sinqerisht për lidhje më të thella. Nga ana shëndetësore, kanalizoni energjinë në aktivitete fizikisht fuqizuese. Kjo jo vetëm që i sjell dobi trupit, por anashkalon stresin duke pasuruar mendjen. Në aspektin shoqëror, ndërveprimet e gjalla ofrojnë perspektiva të reja. Duke pasuruar pikpamjen tuaj, krijoni shoqëri që stimulon intelektualisht. Eksplorimi në ndjekje krijuese ushen pasionin. Lejoni që frymëzimi të udhëheqë shprehjet artistike ose kultivimin e aftësive të reja. Pranimi i intuitës sot mund të çojë në zbulime të rëndësishme rreth rrugës së jetës dhe dëshirave të brendshme. Përfundoni ditën duke reflektuar mbi transformimet. Mirënjohës për thellësinë e njohurive të fituara në udhëtimin tuaj. Horoskopi ditor i shigjetarit. 15 maj 2025. Shigjetari, yjet rreshtohen për të zgjeruar horizontet tuaja. Jupiteri ngre shpirtin tuaj, duke ftuar eksplorimin në aspekte të ndryshme. Profesioni shtrin kufit. Projektet ose studimet pioniere stimulojnë rritjen, mbani fokusin për rezultate të konsiderueshme. Vendimet financiare kërkojnë kujdes. Diversifikoni investimet për të siguruar asete të ardhshme. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga dialogu i hapur. Udhëtimet ose përvojat e përbashkëta mund të thellojnë lidhjet. Shëndeti kërkon një rutinë të përforcuar me aktivitete në natyrë, duke u rilidhur me natyrën për vitalitet të trupit dhe mendjes. Rrethet shoqërore zgjerohen ndërsa njohjet e reja prezantojnë filozofi të ndryshme. Jini të hapur ndaj rrëfimeve që pasurojnë botkuptimin. Kreativiteti shpërthen në ndikimin kozmik. Merrni në konsiderat gjallërimin e rutinës me projekte spontane ose përpjekje artistike. Përqafoni ndryshimin me optimizëm, duke thurur fleksibilitet në planet tuaja për të lundruar në ndryshime pa mundim. Përfundoni ditën duke reflektuar mbi udhëtimin tuaj, duke përqafuar njohuritë e kultivuara gjatë rrugës që hapin një rrugë për aventurat përpara. Horoskopi ditor i Briciapit. 15 maj 2025. Briciapi paraqet një mundësi për të forcuar themelet. Saturni udhëzon përparimin e strukturuar, duke u përqendruar në zhvillimet e karrierës. Qasja juaj e kujdesshme çon në përparime të rëndësishme. Mbrojini financat duke forcuar strategjitë e kursimit. Shmangni shpenzimet impulsive në ndjekje të sigurisë afatgjatë. Dinamika e marrëdhënieve mund të kërkojë komunikim më të qartë. Investoni kohë në kuptimin e nevojave të dashurve, duke forcuar partneritetet. Shëndeti kërkon vëmendje, veçanërisht ruajtjen e aktivitetit fizik dhe zgjedhjeve të ekuilibruara të stilit të jetës për të ruajtur energjinë. Në aspektin shoqëror, ndërveprimet kuptimplote me individ me të njëjtat mendime përforcojnë qëllimet personale dhe profesionale. Ndjekjet krijuese ftojnë praktikën. Qasuni artit ose hobi me përkushtim dhe qëllim. Përshtatshmëria do të jetë thelbësore në lundrimin e ndryshimeve, duke siguruar stabilitet midis ndryshimeve. Përputhni ambicjet personale me aspiratat më të gjera. Sot të shënuara nga një vlerësim i menduar mirë i trajektores së jetës. Përfundoni ditën duke pranuar arritjet, duke njohur progresin gradual drejt ëndrave tuaja më të mëdha, dhe duke u përgatitur për sukses të vazhdueshëm. Horoskopi ditor i Ujorit, 15 maj 2025. Ujori, inkurajon inovacionin dhe angazhimin në komunitet. Urani rrit kreativitetin dhe të menduarit përpara, duke nxitur eksplorimin e ideve jo konvencionale në punë. Bashkëpunoni në projekte që kanë potencial transformues. Strategjitë financiare përfitojnë nga njohuritë e zgjuara të teknologjisë. Merrni në konsiderat mundësitë në arena digjitale. Aspektet e marrëdhënieve lulëzojnë me ndershmëri dhe vizione të përbashkëta. Angazhohuni hapur me partnerët për lidhje kuptimplote. Ushtrimet mendore gjallëruese nga ana shëndetësore rigjallërojnë. Eksploroni teknikat e vetëdijes për të balancuar mendimin dhe mirëqenien. Rrethet shoqërore ofrojnë mbështetje për përpjekjet, duke ushqyer marrëdhënie që stimulojnë rritjen intelektuale dhe emocionale. Ndjekjet artistike ju bëjnë thirrje. Zhytuni në rrugë krijuese që nxisin inovacionin. Të përshtatur ndaj ndryshimeve, jeni gati të kapni mundësi të papritura që përputhen me vizionin tuaj unik. Përqafoni mundësitë për të mësuar. Ndjekjet arsimore hapin dyert për shtigje të reja. Ndërsa dita mbaron, reflektoni mbi progresin tuaj, duke vlerësuar hapat e bërë drejt krijimit të një të ardhmeje të përcaktuar nga vlerat dhe kreativiteti juaj.
Horoskopi ditor i peshqve, 15 maj 2025. Peshqit ofron pasurim shpirtëror dhe emocional. Ndikimi i Neptunit amplifikon empatin, duke rritur lidhjet tuaja intuitive. Rrugët profesionale lulëzojnë në mendimin krijues. Zgjidhjet tuaja imagjinative frymëzojnë kolegët. Financiarisht kushtojini vëmendje praktikës, duke balancuar ëndrat me realitetet për vendime të shëndosha. Marrëdhëniet thellohen ndërsa ndarja emocionale forcon lidhjet, dëgjoni në mënyrë aktive ndjenjat e të dashurve. Aspektet shëndetësore inkurajojnë introspeksionin. Ushqeni praktikat shpirtërore si meditimi ose përpjekjet artistike për të rivendosur ekuilibrin. Angazhime shoqërore paraqesin mundësi për lidhje shpirtërore. Kërkoni komunitete që rezonojnë me vlerat tuaja. Kreativiteti rrjedh me lehtësi. Kanalizoni këtë në ndjekje artistike ose projekte kuptimplote që pasqyrojnë vizionin personal. Vendosni shkathësinë në planet e përditshme, duke përqafuar përshtatshmërinë ndërsa lindin ndryshime. Përfundoni këtë ditë duke u lidhur me paqen e brendshme përmes reflektimit, duke festuar unitetin e trupit, mendjes dhe shpirtit. Kultivoni mirënjohje për të kaluarën, të tashmen dhe shtigje që shpalosen të udhëhequra nga aspiratat tuaja të sinqerta. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.